Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në pasditën e sotme. Fillimisht do të startojmë me personalitetin për ditën e sotme, ku do flasim për një temë që ka të bëjë me aktualitetin. Klubi i Tetovar Shkëndija mbrëm ka zhvilluar ndeshjen e xhiros së dytë në fazën e grupeve të Ligës së Konferencës. Për të trajtuar një temë të tillë, për të analizuar dhe komentuar pikërisht ndeshjen e mbrëmshme dhe jo vetëm, do flasim sigurisht edhe për sportin vendor, ndërsa në studion tonë të kemi gazetarin ton sportiv zotri Shaban Sinani. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se vjetëm. Faleminderit që na nderoni. Si e komentoni paraqitjen e skuadrës Tetovare Shkëndijës mbrëm? Unë do të flas për atë se jo si e komentoj ndeshjen që u zhvilloi, ishte ndeshja që ajo që ishte. Do të thonë, dikush i kënaqet me lojën, dikush i pa kënaqet. Por të gjithë jemi të kënaqur me rezultatin. Me fitoren që u arritën në fund të ndeshjes, me autogolin që e shënoi Patrick Bennett. Do të thonë, është një fitore historike e klubit të futbollit Shkëndijës, që është edhe simbol i futbollit shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm. Do me thonë, kjo është një fitore e parë e një klubi nga Maqedonia në fazën e grupeve. Prandaj edhe thuhet se është një ndeshje historike, një ndeshje që Zoti e di se kur do të përsëritet, edhe pse Shkëndija gjatë këtyre garave në fazën e grupeve ka edhe 2 ndeshje të zhvilloj para tifozëve, pra në Shkup, edhe 2 ndeshje jashtë Shkupit. Mirë po, fitoria do të shënohet me shkronja të arta, pasi është fitoria e parë e një skuadre nga Maqedonia e Veriut në fazën e grupeve të Konferencë Ligës. Do me thonë, kjo është një moment i jashtëzakonshëm. Sa i përket asaj, çka të thomi për lojën? Loja ishte ai që ishte, ndoshta nuk ishte shumë hapësirë për të kënaqë, nuk ishte ekskluzivitete, mirë po këto ndeshje evropiane janë të tilla. Me rëndësi është një gol për të fituar, për të marrë 3 pikë dhe benefitet tjera të cilat pasojnë si pasojë e fitores të atij klubi. Ndoshta është pritur që në këtë ndeshje ose në përkrahje të ekipit të Shkëndijës të ketë një numër më të madh të tifozëve. Nuk e di përse, se kishte dikun, thuhet se afro 3000 tifoz ka pas, me të vërtet është pritur që të ketë më tepër. Kishte një tifogrupi ballistët që janë përkrahës të rregullt të ekipit të Shkëndijës, po nga ana tjetër kishte edhe tifozë irlandezë të cilët ishin në përkrahje të klubit të tyre, të cilët ishin mjaft të zonshëm gjatë 90 minutave loje. Por ajo që dua të them, neve për herë të parë, këtu në vendin tonë, kemi parë një ndeshje të organizuar pikërisht ashtu siç pretendon UEFA-ja dhe FIFA. Do të thonë, një ndeshje sipas rregullave strikte të UEFA-s. Kjo u vret edhe me rregullimin e mix zonës, ku për fat të keq gazetar, shumë pak kishte gazetar vendor atëne, arrita të marrë një prononcim vetëm nga kapiteni i Shkëndijës, Besart Ibrahimi. Ati u pa edhe në momentin e preskonferencës ku asistonte edhe delegati i ndeshjes. Këtu në futbollin vendor, këtu nuk ka ashtu organizime. Për shembull që delegati i ndeshjes të ndjek çdo imtësirë që bëhet gjatë atyre 90 minutave dhe para fillimit dhe pas fillimit të ndeshjes. Do të thonë, ai çdo gjë fotografonte se çka po ndodh. Kjo u pa që në një ditë para ndeshjes në preskonferencën zyrtare ku i fotografonte se sa gazetarë janë të pranishëm në preskonferencë, sa pyetje i bëjnë trajnerit. Do të thonë, këto janë disa detaje të cilat neve duhet të mësohemi, se gazetari kur shkon në preskonferencë duhet së paku një pyetje t'i drejtohet folësit kush dihet trajneri, kapiteni ose mos të shkohet të qenë si në darsëm, kam shku e kam parë edhe kam dalë. Do të thonë, kjo prandaj ato ka
dalim organizimi nga ndeshjet vendore dhe ato ndërkombëtare, sidomos në fazën e grupeve. Do të thonë, ju edhe vetë ishit prezent e pa se para fillimit të ndeshjes në çfarë mënyre ishte rregulluar stadiumi me logon e Ligës së Konferencës, me mënyrën se si u paraqiten, si dolen lojtarët në ndeshje e kështu me radhë. Do të thonë, asaj për këtë loja ishte çajo që ishte, fatmirësisht Shkëndija fitoi. Edhe na u gëzuam normalisht. Po megjithatë kjo fitore e Shkëndijës apo ky sukses, cila është rëndësia e këtij suksesi përveç atij sportiv, nëse flasim? Ky sukses i Shkëndijës veçohet për atë, për futbollin e Maqedonisë ka përmirësime, për shkak se edhe në sezonin e ardhshëm 4 skuadra nga Maqedonia e Veriut do të jenë pjesëmarrëse në garat evropiane të futbollit që organizohen nga UEFA. Pasi FIFA dhe UEFA kanë disa rregulla varësisht nga sukseset e klubeve i caktojnë edhe ekipet pjesëmarrëse në garat evropiane. Do të thonë kjo për herë të parë vendos pikërisht Shkëndija vendos se edhe në vitin e ardhshëm të ketë 4 skuadra në garat evropiane. Posa saj ka edhe benefite financiare. Nuk e di sa jeni e njoftuar, por një fitore në Conference League çdo klubit i sjell mbi 400.000 euro. Barazimi 133.000 euro, ndërsa fitoria 0 euro. Pra, Shkëndija mbron me një gol të vetëm, ka arkëtuar edhe mbi 400.000 euro, që është një ndihmes. Pavarësisht se Shkëndija ndoshta edhe nuk ka nevojë për ashtu, megjithatë ajo është një ndihmes e madhe për një skuadër të futbollit që garon në futbollin vendor, në garat evropiane dhe kështu me radhë. Po. Megjithatë si qëndron situata në radhitje në Ligën e Konferencës? Po, duhet ta dimë na, por edhe opinioni më i gjerë, se me rregullat e reja të UEFA-s në Ligën e Kampionëve, në Ligën e Evropa dhe në Conference League tani ka fazë të grupave, thuhet se ka, mirë, po aty janë 36 ekipe të ndara në disa grupe. Të grupi ku është Shkëndija janë 7 skuadra, pra Shkëndija edhe 6 të tjera. Edhe do të thonë çdo skuadër zhvillon nga 6 ndeshje. 3 ndeshje në cilësinë e vendasit dhe 3 ndeshje në cilësinë e mysafirit. Të gjitha ekipet, janë 36 ekipe, e kanë të njëjtën situatë, do të thonë, zhvillojnë nga 6 ndeshje, por këtu shkruhen pikët e fituara. Aktualisht, skuadra e Shkëndijës me 3 pikët e fituara mbram, është në pozitën e 19 me 3 pikë të fituara. Pasi ka skuadra të cilët kanë fituar nga 2 ndeshje, ka skuadra të cilët kanë nga 2 barazime, nga 2 ashtu. Do me thonë, Shkëndija ja arriti qëllimit të vetë, është skuadra e parë nga Maqedonia e Veriut që shënon një fitore në fazën e grupeve, është skuadra e parë e cila hinë edhe në këto radhitje me ekipet e njohura evropiane dhe e ceka me dhatë se ka edhe përfitime financiare. Besojmë që nuk do t'jenë të fundit. Shpresojmë edhe në ndeshjen e radhës që do ta luajnë kundër skuadrës polake këtu në Shkup, përsëri të shënojmë një fitore që do të jetë historike plus, por edhe përfitime financiare. Po, këtu në fakt kisha pyetjen e radhës. Cila është ndeshja e radhës që pritet të luajë? Ndeshja e radhës është një skuadër nga Polonia Jagiellonia, nga Bialystoku i Polonisë, është një skuadër e cila e eliminoi Dinamon e Tiranës në fazën eliminatore. Do të thonë, tani më në të gjitha ndeshjet tjera nuk ka ekip të dobët. Të themi se kjo është më e dobët se Shkëndija ose më e mirë se Shkëndija. Të gjitha kanë një rang. Tani të gjitha ekipet kanë shënuar në një sukses, ndonjë barazim, ndonjë fitore, ndonjë ato, edhe, do të thonë, në terren zbresin të barabartë. Por ne sërish shpresojmë se me përkrahjen e publikut, që shpresojmë se në ndeshjen tjetër do të ketë shumë më tepër se sa në ndeshjen e mbrëmshme dhe përkrahjet do të jetë shumë më e madhe. Kur ka përkrahje të madhe, motivimi i futbollistëve është shumë më i madh. Të shpresojmë se
ekipi Shkëndijës, do me thonë, edhe me 3 pikë plus, 6 pikë, atëherë edhe me siguri do tjetë edhe në rënditje shumë më lartë. Më lartë. Sa i përket kundërshtarëve të Shkëndijës, të cilët janë po në këtë grupë, drita e Gjilanit ka barazuar me ekipin e Omonijës nga Qipro 1-1. Do me thonë, kjo është barazimi i dytë i ekipit nga Gjilani. Ekipi dytë barazimi, thamë se përfiton 133.000 euro. 2 barazime, do me thonë 266.000 euro. Do me thonë edhe ajo është një impulsi madh për ekipin e dritës e Gjilanit. Ndeshja tjetër, Haken Rajo Vallecano ka përfunduar gjithashtu me barazim 2-2, dhe ndeshja tjetër, Strasburgi me Jagollinin ka përfunduar gjithashtu me barazim. Do me thonë, vetëm Shkëndija në xhiron e ditë ka regjistruar fitore. Të shpresojmë se me këto barazime, Shkëndija do të shfrytëzon që me fitore eventuale në ndeshjen e radhës të kalon këta klube dhe të gjendet në një rang më të lartë. Përveç kësaj të flasim pak edhe për futbollin vendor, realisht këtë fundjavë pritet që të zhvillohet java e 10 e sezonit vjeshtor për sa i përket futbollit vendor. Si e komentoni këtë? Ariana, për shkak të obligimeve të reprezentacionit të Maqedonisë dhe reprezentacioneve tjera evropiane për kualifikim për botrorin 2026 që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik, do të thonë zhvillohet në 3 vende, ka pas pauzë 2 javore. Për shkak të zgjedhjeve lokale, u shtua edhe 1 javë, do të thonë, pas 3 jave kthehet në teren futbolli vendor. Do me thonë, zhvillohet java e 10 e kampionatit, apo e sezonit vjeshtor të kampionatit 2025-2026. Java e 10 ka filluar me ditën e sotme, me 2 ndeshje. Do me thonë, aktualisht, nga ora 14:30, fillojnë t'i kveshi Arsimi dhe në Kumanov një derbi, mini derbi shqiptar, që do thonë Bashkimi dhe Shkupi. Do me thonë, këto janë 2 ndeshje që hapin si parin e javës së 10 të kampionatit në ligën e parë të futbollit vendor, ndërsa të shtunën gjithashtu në program janë edhe 2 ndeshje të tjera, në Strug zhvillohet Struga Trimlum dhe Apo Brera, Akademia Pandev Brera, dhe në Shkup derbi lokal mes Rabotnickit dhe Makedonia Gjorgje Petrovit. Të diellën zhvillohet edhe një ndeshje tjetër, ndërsa ajo super derbi, ndeshje të cilën e presim të gjithë, do të zhvillohet të hënën me fillim në orën 13:30, pikërisht këtu në stadionin tonë, në stadionin e qytetit në Tetov, do të përballen 2 skuadrat më me renome në Maqedoninë e Veriut, pra Shkëndija dhe Vardari. Kjo është një super derbi, apo më mirë thënë një El Clasico e futbollit të Maqedonisë së Veriut. 2 ekipet, aktualisht pas 9 xhirove të zhvilluara, nuk kanë pësuar disfat, së bashku me ekipin e Strugës, janë 3 skuadrat të cilat nuk kanë pësuar disfat në kampionatin e ri. Vardari dhe Shkëndija, që mbajnë pozitën e 2 dhe të 3-ën, kanë nga 7 fitore dhe 2 barazime. Por, të shpresojmë se ditën e hanë do t'jetë Shkëndija ajo që do t'mbetet ende e skuadrë që nuk do të pësoj humbje, dhe me siguri edhe Struga Trimlum pasi është vendas e Apo Brerës, do thonë 2 skuadrat do t'jenë në kreun e tabeles në renditjen e kampionatit të Maqedonisë së Veriut. Më thënë, këto janë rezultate të cilat vërtet duhet t'i vlerësojmë. Do të cekim edhe njëherë se super derbi Shkëndija Vardari zhvillohet ditën e hënë në stadiumin e qytetit në Tetov, me fillim në orën 13:30. Çfarë prisni nga kjo ndeshje? Prisni fitoren e Shkëndijës? Prognoza juaj? Nga kjo ndeshje, për pikës pari, presim një atmosferë festive, të gjithë tifozët e pranishëm,
në mënyrë dinjitoze të përkrahin ekipin e zemrës së tyre. Pasi me probleme askush nuk përfiton. Vetëm me përkrahje dinjitoze mund të përfitojmë të gjithë. Edhe të kënaqemi të gjithë nga ajo ndeshje. Le të fiton më i miri. Neve shpresojmë se Shkëndija në atë ndeshje do të jetë më e mirë, pasi është edhe vendase, edhe do të ketë numrin më të madh të tifozëve në përkrahje dhe tani 11 futbollistët që do të zbresin në terren të gjelbërt duhet të thonë fjalën e tyre, duhet të japin maksimumin në mënyrë dinjitoze, të luftojnë gjatë 90 minutave dhe le të fiton më i miri edhe një herë. Se në futboll në fund vetëm fitoria regjistrohet. Po. Golat të cilët shënohen atë ndeshje, varësisht nga cili ekip dhe që ajo është rezultati përfundimtar, ajo është më i rëndësishëm. Ne shpresojmë se të mbetet Shkëndija, tani të shohim. Po Liga e dytë, realisht është java e 9 në Ligën e dytë. Në Ligën e dytë gjithashtu për shkaqet aty në probleme që i përmendëm, është anuluar, do të thonë në javën e kaluar nuk u zhvillua java e 9 për shkak të zgjedhjeve lokale, mirë po ajo do të zhvillohet ditën e shtunë, pra nesër me fillim në orën 14 dhe takohen Prespa Teteksi, Ohri Kamenica Sasa, Skopje Novaci, Golemo Konjari Bregalnica e Shtipit, Detonit Plaçkovica Kozhufi Gjergjelis, Sloga e Vinicës me Kozhufin, Detoniti me Vardarin e Nekotinës, ndërsa Sloga me Kozhufin, në Strumic Bellasica dhe Pobeda e Prilepit, di skuadra të cilët dikur kanë qenë kampion të Maqedonisë, ligën e parë, tani luftojnë për mbijetesë në ligën e dytë. Dhe në fund, pra gjithashtu nesër, Shkëndija Raqinës takohet me Osogovën. Të përkujtojmë vetëm atë se aktualisht në kreun e tabelës janë Bregalnica e Shtipit dhe Shkëndija e Araqinës që kanë nga 20 pikë të fituar. Po. Dhe për fund, këtë fundjavë fillon edhe kampionati i ri në volejboll. Po. Të flasim pak edhe për këtë kampionat. Patjetër. Kampionati republikan i volejbollit si gjithmonë fillon në javën e dytë të tetorit. Mirë po, për shkaqe të njohura, pra për shkak të zgjedhjeve, për shkak të obligimeve tjera, kësaj radhe do të fillon me datën 25 tetor, pra ditën e shtunë, nesër. Dhe këtu kemi që në Gjiron hapse, në Gjiron e parë, kemi një ndeshje derbi mes dy skuadrave tetovare. Klubi i volejbollit Universiteti i Tetovës dhe klubi i volejbollit Shkëndija. E dim se edhe Shkëndija është një simboli i volejbollit shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut, ish kampioni i Maqedonisë, ish fitues i kupës dhe shumë sukseseve të tjera. Do të thonë nesër mbrëma, me fillim në orën 20 në sallën e Universitetit të Tetovës, do të zhvillohet kjo ndeshje. Dy skuadrat gjatë përgatitjeve për sezonin e ri, kanë sjellë përforcime në radhët e veta, kanë freskuar ekipin e tyre. Ekipi i Shkëndijës ka sjellë 3 volejbollistë nga Irani, thuhet se janë volejbollistë të reprezentacionit të Iranit, ndërsa ekipi i Universitetit të Tetovës ka sjellë 2 volejbollistë cilësor nga Senegali. Të shohim nesër çka do të dëshmojnë këta volejbollistë të ri dhe ekipet dhe në çfarë cilësie janë përgatitur gjatë fazave përgatitore, pasi ekipi Shkëndijës përgatitjet i ka filluar nga 1 shtatori. Do të thonë plot 2 muaj ka pasur kohë për të përgatitur, ndërsa ekipi i Universitetit të Tetovës ka filluar diku ka mesi i shtatorit me përgatitje, që do të thotë se ata kanë pas mjaft hapësirë për përgatitje. Skuadra e tretë tetovare, Liria e Zhrovjanit, nesër është misafire e ekipit të Boresit në Veles, gjithashtu kjo ndeshje luhet në orën 20
në mbrëmje. Ekipi i Lirisë së Zhrovianit është përforcuar me 2 voleybollistë antar të reprezentacionit të Gjorgjisë. Do me thënë se edhe nga ekipi i Lirisë pritet që në këtë kampionat mos të jetë ekip që çdo kush që do vjen në Tetov apo në jashtë Tetovës të fiton pikët i ketë të gatshme. Pra do të jetë edhe Liria e Zhrovianit ekip konkurruese në kampionatin e ri. Këto janë ato aktualitete më të mëdha, më interesante që do të zhvillohen gjatë kësaj fundjave dhe ajo që tham që ishte tema kryesore për të diskutuar suksesi historik i ekipit të Shkëndijës, pra edhe ne ta përsëritim, ishte fitoria e parë në fazën e grupeve të një skuadre e futbollit nga Maqedonia e Veriut. Atëherë mbetet që ekipit të Shkëndijës t'i dëshirojmë suksese të tjera në fazën e grupeve. Mbetet që në ndeshjen në Super Derby që do zhvillohet ditën e hënë Vardari Shkëndija të shohim një atmosferë dinjitoze dhe normalisht presim edhe fitore të ekipit Kuqezi. Ndërsa ekipeve të Ligës ditë ju dëshirojmë sukses që të fitojnë ekipet që të jenë më të suksesshme, më të mira dhe kampionatit të voleybollit, kampionatit të ri, i dëshirojmë sukses, ndërsa derbit ndërmjet dy skuadrave tetovare, Universitetit Tetovas dhe Shkëndija, le të fiton ekipi më i mirë. Patjetër. Faleminderit shumë zot Sinani që gjithmonë vini me të reja të fundit sportive në emisionin ton gati çdo javë. Faleminderit shumë për këto informacione dhe që jeni pjesë e emisioneve tona. Po, Ariana, të premtoj që ditën e marrë do të jemi përsëri këtu bashkë me ju, por do të kemi edhe një befasi. Do të sjellim njërin nga futbollistët më të mirë që do të jetë në ndeshjen derbi Shkëndija Vardari. Të jetë i ftuar special në emisionin Pasditja me ne. Faleminderit shumë edhe një herë. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës ku kemi folur për të reja të fundit sportive. Vazhdoni qëndroni me ne, rikthehemi vetëm pas pak.